në lista. Tani si me Tiranën, ju i keni parë listën e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Keni i koment, ndërkohë dhe grafikisht regjia që t'i shojmë edhe njëre edhe për publikun. Koment. Tani është vështirë të bësh komente se ka degraduar situata nga parlamentarizmi klasik të njerëz që du të grumbullojnë vota. Pra, kemi humbur sensin e ligjvënësit tipik dhe po krijojmë një strukturë ose një profilizim të një ligjvënësi atipik. Pra, thënë kjo edhe për funksionet ministrore. Pra, çfarë kemi ne sot? Kemi ligjvënës dhe ministra që shkojnë marrin ministri me llaç dhe bëjnë sikur bëjnë mure. Kujtoni Taulan Ballën, për shembull, dikur që bënte atë murin. Po, qarkun e Fiert. Kemi zëvendës kryeministrin që futet në stacione elektrike dhe merret me voltazhin. Sikur tjetë, për shembull, tekniciene e voltazhit lartë ose merret me shtresat e rrugëve, sa është spesori i bazamentit rrugës, sikur është inxhinier. Pra, kjo tentativa për të profilizuar me teknikalitete të linjave të ndryshme, po na çformson idenë se kush bën çfarë. Ministri është politik bërës, nuk është revizor punimesh. Deputeti shkon në parlament për nivelin e inteligjencës që ka dhe për ligjet. Nuk shkon në parlament si doktor, si jurist, apo si ekonomist, që mund t'jenë gjithë në fushën e tyre të respektuar dhe të vlerësuar. Politikani, ligjbërës, është një profil tjetër, është strukturë më vete, filozofi më vete dhe shkollë më vete, në fund fare. Pra ne kemi komplet nga kjo mënyrë, nga kjo formë që bëhet parlamentarizmi. Mendoni për një çast, parlamentin e Francës, parlamentin e Britanisë, ku futen ca njerëz janë kooperativistë politik, po jo politikanë. Po ja për shumë, shojmë pak të Partisë Socialiste. Si shikonit? Gjithë senatorët janë në fushë për vota, në listë të sigurt janë 12. Kjo është taktik pastaj. Këtu kemi hyrë në rrafshin e taktikës. Unë kuptoj që kjo pjesa e diskutimit të listave në media përbën shumë kërshëri dhe interes për të bërë të diferencën e taktikave. Kjo që po themun është diçka për te listës. Dhe unë dua ta them këtë gjë se ne kemi rënë në këtë rrethi vicioz të emrave dhe merremi edhe me emrat, nuk ka problem. Do të them pastaj për emrat, nuk kam asnjë kompleks, madje e kam dhe kënaqësi ta bëj këtë gjë. Është gjëja më e lehtë e mundshme, të komentosh emrat. Çështja është që ne parlamentin e kemi humbur parlamentarizmin. Nuk ka në parlament njerëz, grupe, individ që prodhojnë projekt ligje. Parlamenti është prodhuesi i ligjit, është fabrika e ligjit. Dhe në fabrikën e ligjit punojnë punëtorët, pra ligjvënësit që janë punëtorët për ligje. Në këtë rast, ne kemi ca njerëz kukullat vendosur aty se marrin vota. Kemi njerëz infiltruar nga bota e krimit. Kemi njerëz të cilët janë analfabet funksional. Kemi njerëz me diploma falsa apo me plagjatura. Pra parlamenti është mbushur me njerëz që nuk kanë vend në atë vend, në tempullin e ligjit, tempulli më i lartë institucional që ka një republikë parlamentare. Dhe ky është një problem që duhet ngritur si shqetësim sot që shohim këto lista. Kur shohim këto lista dhe kur shohim se kush po shkon në parlament, kush ishte, kush po shkon dhe si duhet ishte, është një alarm i madh kjo punë dhe media duhet ta bëjë këtë analizë kur dalin këto listat paraprake. Atëherë, kur ti çon një emër për të votuar, ajo që thonë ju, jam dakord, për ta përforcuar. Pra duhen ata që dinë të bëjnë ligje. Ti çon një emër të nderuar, ai s'merr asnjë vot. Po se filluam neve me emra të nderuar, se nuk është çështja emrit të nderuar, është apo s'është je apo si je politikan. Kjo është diferenca. Po marr një emër se besoj që nuk ma keq kupton, Ilir Ali Mehmeti, doktori. Është një njeri personalitet në fushën e tij, një njeri me integritet, një njeri që njerëzit e duan. Por është fakultative ose subjektive kjo që them. Nuk është politikan. Nuk është dot politikan. Se ka disa karakteristika politikani. Ka forcën, betejën që mund të bëjë gjitha të tjera në një terren dhe shqiptar siç është kjo. Prandaj ai rreket tani të jetë lista e hapur se kështu do doktori, se domethënë mbetet gati si jetim politik, gati ta votosh për një lloj keqardhjeje që është aty ku është, po jo se e meriton dhe duhet ta meritoj atë që është. Në këtë kuptim, po them që është katandis politika në një farë derexheje që vetëm thjesht dhe për vota, po futen ata që se meritojnë dhe
po rinë larg ata ose nuk po infiltrojnë ata që duhet jenë. Dhe kështu po humbim edhe mënyrën se si bëhet parlamenti, edhe kualitetin parlamentar. Kjo ishte ajo që doja të thoja në hapje. Tani, vazhdoj me emrat. Vazhdoj me emrat.